Në organizim të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut po vazhdon me sukses realizimi i projektit të therrjes dhe shpërndarjes së kurbanëve për nder të festës së Kurban Bajramit. Procesi ka nisur me prioritet për përmbushjen e nevojave të dy internateve të medreses Isabeu në Shkup dhe Shtip, ku sigurohet mish i freskët dhe i konservuar për ushqimin e nxënësve gjatë gjithë vitit. Pas plotësimit të këtyre nevojave, pjesa tjetër e mishit shpërndahet për familjarët në nevojë në të gjithë rajonet të vendit. Në ditën e dytë të therrjes, ekipi i Bashkësisë Fetare Islame ishte i pranishëm në kompaninë Nuro Company, e cila është një nga partnerët në këtë proces. Në këtë thertore po realizohet therrja e kurbanëve për punimi dhe konservimi i mishit për internatet, ndërsa mishi i mbetur do të shkojë në duart e atyre që kanë më së shumti nevojë. Kryetari i Komisionit për vëzhgim të këtij procesi, Driton Tikena, tha se procesi i therrjes zhvillohet në disa pika të autorizuara dhe të licencuara, përfshirë 3 thertore në Tetov, si dhe nga një në Shkup, Gostivar, Kumanov dhe Prilep. Ne sot jemi këtu te thertoria Nuro Company, një ndër partnerët tonë për realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm, që është një amanet dhe si të tillë e trajtojmë gjatë gjithë procesit. Janë disa qendra të tilla, për shembull janë 3 thertore në rajonin e Tetovës, një thertore në rajonin e Gostivarit, një thertore në rajonin e Shkupit, një në Kumanov dhe një në Prilep. Të gjithë këto thertore të kontraktuara nga Komisioni Qendror i Kurbanëve, i themeluar prej riasetit të Bashkisë Fetare Islame, për të mbikëqyrë këtë proces kaq shumë të rëndësishëm. Dua të thek se thertoria Nuro Company është një ndër partnerët më strategjik për arsye se këtu bëhet edhe ruajtja ose konservimi i mishit, i cili vihet në shërbim gjatë gjithë vitit për 2 internatet të cilat i posedon medreseja Isabegut, internati i Shkupit dhe internati i Shtipit, ndërkohë që pjesa tjetër e kletë e kurbanëve po shpërndahet në për të gjithë territorin e Maqedonisë në bashkëpunim të ngushtë me myftinitë përkatëse, të cilët i kanë listat e familjeve në nevojë dhe gjithë mishi shpërndahet në të gjithë territorin. Shpërndarja e mishit do të bëhet në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim të ngushtë me myftinitë përkatëse, duke ndjekur kriteret sociale dhe me qëllim që ndihma të arrijë në çdo shtëpi ku ka nevojë. Therrja do të vijojë edhe gjatë ditës së nesërme. Çdo vit po përmirësohet situata për arsye se edhe thertoret tani më bëhen më profesionale, janë më të, si të them, të ushtruara, të mësuara, të edukuara për therrjen halal, të cilat i kërkon Bashkia Fetare Islame. Bashkëpunimi është shumë i mirë, domethënë deri tani gjithçka ka ecë sipas asaj pritshmërisë, ndërkohë që shpresojmë se do të vazhdojë edhe nesër, ndërkohë që shpërndarja e mishit do të fillojë, domethënë do të jetë edhe pas ditëve të Bajramit, se për ne shumë e rëndësishme është deri që nesër të përfundojmë therrjet, pastaj edhe do të tani njëkohësisht është edhe shpërndarja edhe therrja, por pastaj do të mbesi vetëm shpërndarja. Domethënë gjithçka, të gjithë komisionerët të cilët janë në thertoret e kontraktuara japin vlerësime shumë pozitive për mënyrën e ecurisë së therrjes dhe shpërndarjes dhe shpresoj se si e tillë do të mbesi. Ky projekt vjetor, tha Dikena, është ndërruar në një simbol të solidaritetit dhe humanitetit, duke reflektuar misionin e Bashkësisë Fetare Islame për t'u gjendur pranë çdo familjeje që përballet me vështirësi ekonomike, sidomos në ditët e shenjta të Bajramit.